Tetori roz nuk është vetëm një muaj ndërgjegjësimi, është një kujtesë për dashurinë ndaj vetes. Të jesh grua do të thotë të ecësh me krenari edhe kur rruga është e vështirë. Shpresa është më e fortë se çdo frikë. Lufta kundër kazit e gjirë fitohet me vetdije dhe dashuri për jetën. Ne jemi pranë çdo gruaje, nën, motre dhe vajze që lufton me forcë dhe dinjitet. Shëndeti ynë, fuqia jonë. Gruaja e fortë nuk dorëzohet, ajo rifillon çdo ditë me shpresë. Kontrolli për shëndetin nuk është frikë, ajo është forcë dhe dashuri për jetën. Gruaja që ka kaluar sprova është e shenjtë. Dhimbja mund të prek, por nuk të sakton forcën tënde. Besimi te vetja nuk është vetëm forcë që ekziston. Ti nuk je vetëm trup, je shpirt, dritë dhe forcë që rritin.